zotrin Eugene Plovishti. Zakonisht është kjo pjesa që pres të më vi dikush, edhe është momenti që duhet të vërtej gjaketën, do ti nuk të lë kohë për të bërë as këtë. Të ulla më po të rinur kam se jam se më radhë. Si ku duash ti të bërë Jam më mirë kështu. Futim karike në mes. Jo, më të fusim diçka në mes ne? Eugene Plovishti, një dashuri e vërtet Faleminderit. e teatri për e televizionit. E vlerësoj shumë. Falenderoj. Qa bëre gabim si kasteri? Çfarë bëra gabim? Pa e kuptova kur ma vut në duke, se për mua unë isha super. Po, me ti më nisha tamam. Qa bëre mirë? Çfarë bëra mirë? U kënaqa. U knaqe vërtet? Po, shumë. Pavarësisht se kam patur dhe unë ato lukundit e mia, ndonjëherë kam patur ca dyshime, po në thelb u kënaqa. Gjeta njerëz të mirë. Të dëgjova që the, unë kam hyrë një herë aty pak orë edhe jam djarë... Jo, kam hyrë 5 minuta dhe ja kam dirë efektin, kështu që 2 javë besoj se shumë fishi ati 5 minutëshi. Jam i lumtur vetëm për Keidin në këto moment. Pse? E ke pa, ka shumë vërtet? E kam ndjerë mungesën. Edhe unë e kam patur shumë në mendje, jo vetëm Keidin edhe personat të tjerë, po sidomos ata. Se i kam lënë edhe punë edhe gjëra në mes. Me Monikën po flisnim që ke qenë një motor i energjisë pozitive në shtëpi, po natyrisht edhe i këtyre lojrave pozitiv me F dhe me V bashkë. Mirë po, Monika, çfarë mendon se ka paralizuar Eugene në raport të këtij televotimi? Pra kemi një Miri dhe Selin që sidoqoftë pas edhe publiku është kurioz për të parë se si qysh tek. Sepse jo vetëm Eugene, po të gjithë banorët në shtëpi favorizojnë Mirin dhe Selinin duke u marrë me ata të dy. Eksakt, po. Po jo vetë të mbarë, në qoftë se kemi mbarë, Allah. Jo, shiko monën. Se ne nuk flasim dot ashtu siç ndodh jashtë, domethënë ne japim atë që duhet aty, por ju i keni faktorizuar ata më shumë se ç'duhet dhe faktikisht ikni nga ajo që duhet t'jepni ju, keni gjëra të tjera shumë më të mira për të dhënë publikut se sa konfliktin me Mirin dhe me Selinin. Ndërkohë që Eugene është një star i artit, i humorit. Pse duhet shkoj Eugene të vinë në një konflikt të vogël, apo Angelo, apo tjetër, pra keni disa gjëra shumë të mira që unë kam përshtypje që ju hyni me skema të vjetra atje, por në fakt vetë jeta dhe rrjedhoja dhe njerëzit ju nxjerrin nga ato skemat e juaja dhe pastaj bëhet gabimi i radhës. Nuk dua të kundërshtoj. Jo, më kundërshtoj, sepse. Jo, absolutisht, është mendimi jote dhe vlerësoj shumë, po duke pasur parasysh marrëdhënien që kam patur me timën, unë thjesht kam dashur ta ruaj. Po edhe nëse kam faktorizuar, kam bërë shumë mirë. Mirë, patjetër. Me timën. Ti je kënaqur për veten tënde aty. Kjo është e rëndësishme. Po. Eugene, mua më ka pëlqyer energjia jote brenda shtëpisë. Mendoj që shpesh herë shakaja duhet të ketë një limit, sepse jo të gjithë e kuptojnë, ta lejojnë, dhe midis tyre mund të ketë dhe njerëz që e përdorin si armë kundra teje. Unë mendoj që ti je penalizuar jo vetëm që ishe një duel 1-2, pra Miri dhe Selin në këmbështrimin ti në këtë televotim ishin bashk, pra publiku i ka votuar për të parë ecurinë e tyre brenda programit, po dhe gjatë këtyre ditëve që ti ishe në televotim, ku duhet ishe 2 herë më i kujdesshëm, mendoj që nuk e menaxhove mirë situatën. Tentove që të krijoje disa gjëra të cilat ngelen hapur. Dhe kam përshtypjen se këto janë gjëra që të kanë penalizuar. Besoj se ti në vetvete i ke marrë më të mirën programit dhe gjithashtu mendoj që hyn të ato njerëz që ke qenë i vërtet. Pyetja është kush e fiton bigun? Kush e fiton bigun? Po. Kam qef të fitoj Angelo dhe ja uroj me shpirt. Edhe për marrëdhënien që kemi krijuar. Ke qef, po kush e fiton? Kush e fiton? Angelo. Okej, më pëlqen. Besnik deri në fund Eugene Plovishti, kuptoj të ulesh aty afër Mirit. Patjetër.